Sipas parashikimeve astrologjike, viti 2026 pritet të jetë një nga vitet më të favorshme për dy shenjat të zodiakut, Demin dhe Luanin. Pas një periudhe sfiduese, ku shumë kanë ndier sikur universi I ka vënë në provë, më në fund pritet një kthesë e madhe pozitive në jetën e tyre. Demi, stabiliteti më në fund po vjen. Për të lindurit në shenjën e Demit, 2026 pritet të sjellë një periudhë të artë. Puna e palodhur dhe durimi që kanë treguar vitet e fundit do të fillojnë të shpërblehen në mënyrë konkrete. Financat parashikohen të hyjnë në një fazë stabilizimi të fortë, madje me rritje të ndjeshme. Nuk përjashtohen as avancimet profesionale, ofertat e reja të punës dhe mundësitë për investime të suksesshme. Në planin sentimental, Demi beqar mund të njihet me një person që ofron siguri dhe perspektiva afatgjatë, ndërsa ata që janë në një lidhje do të shijojnë një periudhë harmonie dhe thellimi të marrëdhënies. Po ashtu, 2026 shihet si vit I shërimit të brendshëm dhe kapërcimit të peshave emocionale të së kaluarës. Luani, fillimi I një epoke të artë. Edhe për Luanët, viti që po vjen duket se do të jetë vendimtar. Parashikimet flasin për një periudhë triumfi profesional, ku idetë dhe përpjekjet e tyre do të marrin vëmendjen dhe vlerësimin e munguar. Aty ku janë munduar në heshtje, pritet të marrin duartrokitje. Në aspektin financiar, shenja e Luanit mund të përfitojë nga bashkëpunime fitimprurse, bonuse ose të ardhura të papritura. Ndërkohë në dashuri, Luanët beqar mund të përjetojnë një njohje të fuqishme emocionale, ndërsa çiftet do të rifitojnë pasionin dhe harmoninë. Viti 2026 shihet si një prej viteve më mbështetëse për Luanin, një periudhë ku dëshirat më të guximshme ka mundësi reale të bëhen realitet. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.